Një operacion i policisë së Shkodrës dhe strukturave të policisë kufitare ka çuar në arrestimin e një 66 vjeçari dyshuar për dhënien e ndihmës ndaj migrantëve të palishëm për të kaluar kufirin shtetëror. Sipas policisë, 66 vjeçari kishte strehuar në hotelin që administronte shtatë shtetas nga Sudani, të cilët dyshohet se ndodheshin në mënyrë të palishme në territorin shqiptar. Më pas, ai kishte nisur drejt Koprikut me 2 automjete taksi me qëllim që të vijonin rrugën për kalimin e palishëm të kufirit dhe të mbërrinin në vendet e Bashkimit Evropian. Pas marrjes së informacionit, shërbimet e policisë kufitare janë vënë në ndjekje të 2 automjeteve. Në bashkëpunim me strukturat e policisë së Shkodrës, uniformat blu kanë bërë të mundur ndalimin e taksive dhe identifikimin e 7 emigrantëve. Por emigrantët kanë nisur procedim në gjendje të lirë për veprën penale, kalimi i palishëm i kufirit shtetëror, ndërkohë materialet procedurale janë referuar në prokurori, ku ka nisur gjithashtu procedimi në gjendje të lirë për taksistin. Në kuadër të operacionit, policia ka sekuestruar si prova materiale 2 armë gjahu, njëra prej të cilave dyshohet se mbahet pa leje nga 66 vjeçari. Gjithashtu janë sekuestruar fishek të armëve të gjahut, 7 telefona celular, 2 automjete taksi dhe libri i regjistrimit të klientëve të hotelit. Hetimet vijojnë për të dokumentuar të gjithë mekanizmin e organizimit të transportit të emigrantëve dhe për të përcaktuar nëse në këtë aktivitet janë përfshirë edhe persona të tjerë.